Zgjohu herët për sabah, merr abdest me bismillah, fal sabahun e bajramin, e plase shejtanin. Shko te vllau yt, shko e mere ngryk, thuj të dua vlla, erdha bajram me ba. Erdha me të thonë të du, bajramin bashk me këzu, për drekte unë me tëftu, e bashkna me festu. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Sot ne po festojmë, Zotin e madhrojmë dhe e falenderojmë, tekbire po këndojmë. Bajram, bajram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Falënderimi të kënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah të qome pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, beshurët e tij dhe mbetër gjithë muslimanët. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Ju besimtar në veçanti dhe njerëzimin në përgjithësi shembullin më të mirë e keni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shembullin më të mirë për çështjet fetare. Kurse në ajetin tjetër thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që au jep ose wa mëson Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, merrni, wa ma nahakum anhu fantahu, dhe ajo për të cilës ju ndalon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, largohuni. Kurse në ajetin tjetër thot Allah subhanahu wa taala: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne të kemi dërguar ty o Muhammed mëshirë për njerëzimin, në mënyrë që ata të cilët e marrin shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i punojnë ato që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe largohen nga ajo që ka ndaluar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata e kaplen mëshira Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, dhe ata të cilët i përfshin mëshira Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit janë të shpëtuar, në hadithin e saktë në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në prezencën e Aishës: "Nuk mundet me hije në xhennet kërkosh me vepër për shkak të veprës së tij." Aisha ka thënë: "Wala anta ya Rasulullah", as ti o i dërguari i Allahut. Qala: "Wala an", as unë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç nëse Allah subhanahu wa taala më përfshin mu me mëshirën e tij. Dhe më thonë se shkaqet se veprat për me hyrë në xhenet janë pasimi i shembullit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çështjet e fesë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar për më na mësu fen, nuk është i dërguar për më na mësu çështjet e dunjos, por çështjet e fesë. Kushdo që e përcjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çështjet e fesë, i vepron ato të cilat ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe largohet nga ato për të cilave ka tërhequr vërejtjen Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, si i tillë fiton mëshirën e Allah subhanahu wa taala, dhe kushdo që e fiton mëshirën e Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit është prej banorëve të xhenetit. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ajetin tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: kushdo që shpëton prej zjarmit të xhenemit ditën e Kiametit dhe
hynë në xhennet, ai është fituari, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kurse jeta e kësaj bote, dhe Allah subhanahu wa taala është vetëm se një përjetim i shkurt. Prej çështjeve në të cilat duhet me pasue udhëzimin e sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është edhe çështja e bajrameve. Në këtë rast, çështja e Kurban Bayramit, ose çka ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Kurbanin e Bayramit, në Bayramin e Kurbanit. Gjithçka që ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është modeli për besimtarët dhe ajeti i përmendur në fillim: "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana", ju keni shembullin më të mirë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë cili është shembulli të cilin e ka ndjek, ose cilat janë veprimet të cilat i ka ndjek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kurban Bayram, në mënyrë që të gjithë besimtarët të ecin rrugës sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që ecë sipas asaj që ka ecë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pasues i sunetit. Dhe kushdo që vepron ndryshe me atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjet e fesë, është pasues i bidatit. Dhe ne jemi të interesuar dhe duhet që në të gjitha çështjet e fesë, po edhe në çështjen e Bayramit, me vepru sikur që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pyesme për çdo çështje, çka ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë çështje? Bëhet Kurban Bayrami, pyesme çka ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ditë, në mënyrë që na bëjmë sikur ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vjen dita e Xhumë, për shembull, pyesme çish e ka bën pejgamberi sa ditën e Xhumë, bëjmë edhe na siguraj. Vjen muaj Ramazan, pyesme çish e ka agjëruar, çe ka bën, bëjmë edhe na siguraj. Dhe çështja e zakatit, bëjmë edhe na sikur ka bën ai. Dhe çështja e haxhit, pyesme çish e ka kryer haxhin, e kryjmë edhe na haxhin që ka kryer ai. Çështjet e namazit, e çështjet e familjes, e të gjitha çështjet të cilat kanë të bëjnë me fen, duhet më ofri me pyet si i ka vepruar këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të veprojmë edhe na ashtu sikur që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Fitr Bayram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa veprime të tjera, në Kurban Bayram pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas disa veprime tjera. Kurse disa veprime janë të njëjta që i ka përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur në Fitr Bayram, Bayramin e Ramazanit, sikur në Bayramin e Kurbanit. Prej tyre, prej suneteve të Bayramit të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vepruar edhe në Bayramin e Ramazanit edhe në Bayramin e Kurbanit është veshja me rrobat më të mira që ka posedu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë dhe pastrimi para se me shkuar në namazin e Bayramit. Veshja më e mirë të cilën e ka posedu atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ka porositur në Kur'an për me u vesh me veshje të mirë para namazit. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, merrni zbukuroni në gjithmonë në xhami. Komentatorët e Kur'anit, 'inda kulli masjid, në sa që shkon në xhami ose në të gjitha xhamit, kanë thonë është për qëllim veshuni mirë në secilin namaz i cili është publik, kurse disa
komentator tjerë ka thënë pa marrë parasysh është namazi publik ose që falesh vetë, është mirë me i vesh teshat më të mirat në faljen e namazit. Por në namazet me xhamat kjo është më theksuar. Kurse namazi me xhamat më i njohuri është namazi i Bajramit ose namazet e Bajramit edhe namazet e Xumës. Në namazet e Bajramit edhe në namazet e Xumës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të shkuar në xhami, pastrohej, pastaj vishej me rrobat më të mira që i posedonte. Vishej me rrobat më të mira që i posedonte nuk është ngarkesë me shpenzue paqare për me pas tesha të reja për Bajram, nëse ka mundësia është e mirë, por që ato që janë, që ato më konë më të mirat për namazin e Bajramit, në mënyrë që në të gjitha veprimet të sinjalizohet se besimtarët kanë festë dhe janë të gëzuar me atë që Allah subhanahu wa taala ka përcaktuar për ta. Janë të gëzuar me atë që Allah subhanahu wa taala ka përcaktuar për ata, i përmend edhe me Ramazanin, në Bajramin e Ramazanit edhe tash në Bajramin e Kurbanit, se Allah ka lënë disa veprime të cilat besimtarët i veprojnë, pas atyre veprimeve Allah subhanahu wa taala u afal gjunat dhe u ashton shpërblimet, dhe si rezultat i kësaj besojmë se e fitojmë kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala dhe shpëtimin prej zjarrit, sa i përket Bajramit ose festës së Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur 3 herë se kushdo që agjiron me besim e bindje i falën gjunat, kushdo që i fal namazin e taravive me besim e bindje i falën gjunat, kushdo që falet natën e Kadrit me besim dhe bindje i falën gjunat, edhe pjesa e sadakatul fitrit, edhe shfrytëzimi i 10 ditëve të fundit, edhe në fund besimtari që i ka punu këtë punë ka drejt më gëzuar sepse nëpërmjet tyre ka fituar shpërblimin te Allah subhanahu wa taala. Çështja ose festa e Kurban Bayramit, para kësaj gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka përmendur të ndonjë vitin e ashum Allah subhanahu wa taala i mundson pendimin, edhe mundësia ose ajo që të mundson Allah më penduosh për çështjeve madhështore, se Allah subhanahu wa taala diku për njerëzve nuk ja mundson pendimin fare. Allah subhanahu wa taala disa për njerëzve nuk ja mundson më pendu hiç. Ademit alayhis salam, Allah subhanahu wa taala ka mundsuar pendimin, kurse Iblisit nuk ja ka mundsuar pendimin. Ademi alayhis salam ka bënë gabim, edhe Iblisi ka bënë gabim. Allah Ademit alayhis salam ka mundsuar pendimin, fataba alayhi, ja ka mësuar disa fjalë dhe ja ka pranuar pendimin. Iblisit nuk ja ka pranuar pendimin. Khatam Allahu ala qulubihim, nëse ndodh të disa njerëz të cilët me gjunat të tyre u volosën zemrat e tyre, dhe Allah subhanahu wa taala nuk ja mëson pendimin, nuk ja mëson kthimin te Allah subhanahu wa taala. Herë kush agjiron këtë ditë mbrohet i falën gjunat e vitin tjetër mbrohet për atyre gjunave, ose nëse vjen Allah subhanahu wa taala ja mëson pendimin. Pastaj është ibadeti kurbanit, të cilin e përmendur më vonë në veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ibadeti i haxhit për ata të cilët janë shkuar në haxh, dhe ibadetet e tjera të cilat i vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kurban Bayramit. Çështja e parë, çështja e pastrimit edhe veshjes së rrobave më të mira që i kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë. Çështja e dytë, në ditën e Bayramit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesej që zgjuhej më herët dhe më shkua me u fal në një vend i jenë në xhami. Për shkak se Bayramet normal nuk duhet me i falë në xhami. Bayramet normal nëse ka kushte duhet me i falë në vendet të hapura. Në
sistemin të cilin gjykohet sipas librit të Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka kushte mbyllen të gjitha xhamit, edhe besimtarët e çatij veni të gjithë shkojnë falen me një vend. Në qytet edhe nëse ka 100 xhami, mbyllen të gjitha dhe krejt njerëzit falen me një vend. Ose në fshat ose kushdo mbyllet vendi ku falen normal namazat edhe shkohet me një vend të hapur në të cilin falet namazi Bajramit. Gjithashtu kjo është veçori e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që namazin e Bajramit e falte me njerëz në vende të hapura jo në xhami. Duke shkuar në vend falje tash, për shkak se nuk shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, por në vend falje, një vend i përcaktuar, i hapur për faljen e namazit e Bajramit, në të cilin me një pjesë të gjithë, edhe burra, edhe gra, edhe fëmijë, të gjithë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e udhëzonte që marrin pjesë në vendfaljen e namazit të Bajramit. Duke shkuar në vendfalje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte tekbir. Pra prej veprimeve të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë në ditën e Kurban Bajramit, duke shkuar në xhami, ka marrë tekbir, kurse tekbiret e sakta janë, me thonë nga 3 herë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Tekbiret e sakta janë kështu. Për shkak se të na i bën jetë sakta. I bën 1 herë, 2 herë, 1 herë, 3 herë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Jo kështu. 3 herë thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Pse kjo është e rëndësishme me përmend? Kjo është e rëndësishme me përmend se në fillim tham, o lakum fi rasulillahi uswatun hasana, shembull më të mirë keni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne fillojmë me bot tekbiret që i ka bën pejgamberi sa çikaç. Edhe kushdo që i bën tekbire sikur që ka bën pejgamberi sa është pasuesi i sunetit, kushdo që i bën ndryshe është pasuesi i bidatit. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bën 3 herë, atëherë pse na duhet me bën 2 herë? Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 3 herë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Pse na duhet me thonë ka 2 herë? Në du të më thonë 3 herë që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pyetja e që shumot 2 herë, nështë edhe ka përgjigje, po funit nuk është, s'na interesant. Se më të diku na bën vish 1 herë, neve na intereson çysh e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tekbiret e sakta i ka bën duke thënë 3 herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Pse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu? Për shkak të ajetit në të cilin Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Me madhru Allahun wa litukabbirullaha ala ma hadakum", që të madhroni Allahun subhanahu wa taala për shkak që ju ka udhëzuar, ta falenderoni Allahun subhanahu wa taala për shkak se ju ka udhëzuar, kurse udhëzimi është fitimi ose kur këndo që ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala ka dashur edhe pasi që u shtozuar nëse vdes në këtë rrugë është prej banorëve të xhenetit. Prej veçorive ose veprimeve të veçanta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bënte në Kurban Bajram, kurse nuk i bënte në Bajramin e Ramazanit, është që pejgamberi nuk hante ushqim, as nuk pinte pije, që dhe me thonë është pjesë se lloj
i agjerimit derisa e falte namazin e Bajramit, kthehej në shtëpi, e thërte kurbanin edhe ushqimin e parë që ka hangër pejgamberi ditën e Bajramit është mishi i kurbanit të tij që ka preje për kurban. Ky veprim nuk bëhet në Ramazan, përkundërzi Ramazan është sunet me hangër para se me ardhur në xhami, kurse në Kurban Bajram është sunet mos me hangër në Bajramin e Ramazanit, është sunet me hangër para se me ardhur në xhami. Me hangër që me ditë se s'është më Ramazan ka përfunduar, ose me pi diçka sa me vërtetu edhe praktikisht se nuk është duke agjëru. Kurse në Bajramin e Kurbanit është sunet mos me hangër ose me agjëru derisa të theret kurbani edhe të hahat ose të mirët diçka prej mishit të kurbanit. Tash ka mundësi me thonë se kjo është pak e vështirë, është e vërtetë se të gjitha sunetet janë pak të vështira. Gjithçka në pasim të sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është pak më vështirë se sa opsioni ose vepra tjetër e cila ofrohet që është më e lehtë. Por është grimi të fol për çështjet të cilat e kanë shpërblimin edhe e kanë saktësinë e asaj që ka punuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kthehej pejgamberi sallallahu pe namazit të kurbanit dhe çështja e parë pas namazit të Kurban Bajramit ishte thirrja e kurbanit. Dhe jo ajo të cilën bën gabim mas namazit të Bajramit me shku me vizitu vorrezat, se kjo nuk është e vërtetë, nuk është e saktë, as nuk është sunet, përkundërzi është bidat, është vepër të cilën nuk ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që në ditën e Kurban Bajramit një herë me u fal namazi, pastaj me u bëjt hutbja. Për dallim prej ditës së Xumë. Ditën e Xumë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e monte hutbën një herë, pastaj kthehej e falte namazin. Ditën e Bajramit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim me falte namazin një herë, pastaj e monte hutbën. Dhe me kalimin e kohës, njerëz të cilët i kanë udhëhequr muslimanët e kanë provuar me ndrua këtë praktikë, për shkak se nuk dëgjoheshin mase që hypnin hutbë. Njerëz të cilët kanë gjykuar me zullum ose me padrejti, normal në rregullimin e shtetit sipas ligjeve shariatike, Bajramin e fal Khalife i muslimanëve ose i pari i muslimanëve tativeni, pastaj pasi që e fal Bajramin e mon edhe hutbën, me që kishin vërejtjen në sundimet e tyre, pasi që hypnin hutbë, njerëzit largoheshin. S'ka dosh me ngu. Pse me ngu e tyre? Për shkak se nuk je i sakt nuk vepron sipas asaj që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ata mundoheshin që me lidh, me mojt njerë hutbën, sikur që është ditën e Xumë, pastaj me u kon të detruar njerëzit me dëgjuar hutbën, për shkak që do të pastaj me fal namazin, por kjo nuk ju ka pas sukses, as nuk ka me ju pas kërkuar sukses, ndryshe vetëm se sipas asaj që ka urdhëruar ose që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në namazin e Bajrameve ose namazin e Bajrameve, ndryshe prej namazit të Xumës, në namazin e Xumës mohet hutbja një herë, pastaj falet namazi, në namazin e Bajramit falet namazi një herë, pastaj mohet hutbja. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e falte namazin, kthehej e bën të kurbanin, dallim prej Bajramit të Ramazanit.
e bante kurbanin dhe dispozita e përgjithshme në Islam rreth çështjes së kurbanit është sunet i fortë. Thirrja e kurbanit për ata të cilët kanë mundësi është sunet i fortë. Disa prej dietarëve, veçanti të mëdhëbit të Hanefive, mendojnë se është vajxhib, por se ata kanë një dallim mes fazit edhe vajxhibit dhe dispozita e kurbanit metet pak më anal se sa suneti i fortë, pak më e vogël se sa obligimi, se sa farzi, kurse në ajetet e përgjithshme dhe argumentet e përgjithshme në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që duket jetë më saktë është se kurbani është sunet për suneteve të forta për ata të cilët kanë mundësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e falte namazin, kthehet te shtëpia dhe e prente kurbanin. E prente kurbanin me dorën e vet. Dhe kjo gjithashtu është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A lejohet me prej kurbanin dikush tjetër për ty? Lejohet. Por cila është më mirë? Më mirë është gjithsecili me prej kurbanin e vet me dorën e vet, se kështu ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush prej neve ka vendosur me thirr kurban dhe ka vendosur me thirr me dorën e vet, atëherë veprimet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhje me kurbanin kanë qenë këtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që kurbani i cili prehet të i plotësoj disa kushte para se me shku me thirr. Prej tyre tjetë mosh ma shumë se sa 6 muaj. Dhe kurbani i cili ka ma pak se 6 muaj nuk është kurban. Një sqarim tjetër i rëndësishëm është se gabimisht thuhet ose është e përhapur që edhe nëse është më pak se 6 muaj, por nuk dallohet për deleve tjera bon, nuk është e vërtetë. Edhe më kanë sa 2 tjera, nëse nuk i ka 6 muaj, kurbani dele ose dash nuk është i vlefshëm. Sa dhe që tjetë i madhë. Kurse kurbani dhijës e qepë do të me pas 1 vjet, kurbani lup ose mzat, ose bull, ose bullic, do të me pas 2 vjet e sipër, kurse kurbani deve do të me pas 5 vjet, edhe të tjera përveç tyre nuk lejohet më thirr për kurban. Çështja e parë, musha. Çështja e dytë, mos më konë sakat, mos më konë me të meta të përhershme, mos më konë qërë, edhe mos më konë e smut, ose i smut kurbani, në atë mënyrë që nuk mundet me shkua vetë delit e vend thirrja. Nëse kurbani nuk është jaftë me shkua vetë, të hecë, me kom të veta, deri në vendin ku thirret, nuk lejohet me thirr. Nëse ka probleme që qalon në kom, ka thujmë ose diçka, lejohet, nuk është problem, vetëm se duhet me mujt me ecë vetë deri në vendin ku thirret. Pastaj, para se me thirr, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëzonte që të vipet ujë. Pastaj ose vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehej ka ana e kiblës dhe e shqiptonte me fjalë. Dhe kjo është më rëndësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën për Kurban Bayram e bante me zonë. Në jetën në ibadetet e tjera bën pa zonë. Dhe kemi përmend disa herë që me i bën me zonë nuk është për sunetit. Për bënjet me falë namazin e drekës, për zonë nuk është kjo për sunetit. Duhet me bënjet vetëm me zemër. Ndryshe, në thirrjen e kurbanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bante jetën me gojë, me shqiptim. Dhe shprehja që i përdorte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë kështu: Bismillah, Allahu Akbar. Ky kurban
është për Muhammedin dhe familjen e tij. Çka është niyeti? Bismillah, Allahu Akbar. Ky kurban është për Muhammedin dhe familjen e tij. Ai ka thonë kështu. Kurse ne do të më thonë si cilë për veti, ky kurban është për Huseinin e familjen e tij. Që ka emrin ky që e pret kurbanin. Ky kurban është për ata dhe familjen e tij. Në familjen e tij, komentatorët e hadithit kanë thonë hyn edhe ata të cilët janë gjallë, edhe ata të cilët janë të vdekur. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kohë kur ka po kurbanin, ka thonë kjo është për mua, për familjen time, ka pas fëmijët e vdekur, e ka pas gruën që e ka vdek, e ka pas axhallarët cilët i kanë vdekur, ata të cilët janë vrarë dhe bën pjesë edhe ata të cilët janë gjallë dhe ata të cilët janë të vdekur, kurse nuk lejohet me bën kurban vetëm për të vdekurin. Nuk lejohet me bën kurban vetëm për të vdekurin. Edhe ajo që është e përhapur në popull, kurbani për të vdekurin pret natën e Bajramit, kjo kit kot, bash s'ka kurban hiç natën e Bajramit, edhe s'ka kurban pa u fal namazin e Bajramit. Dhe kurban direkt vetëm për filonin që ka vdek nuk lejohet. Për bëjet me bëqet kurban për babën që ka vdek s'lejohet. Nuk është kurban ky. Por, me thonë për bëjet që të kurban për veti edhe për babën, po. Që ka vdek, e nona, e vllau, kush do tjetër, vetëm se mas pari, matjet për vetën, tana për antarët e tjerë familjes, qofshin ata që janë të gjallë, qofshin ata cilët janë të vdekur, nëse në kurbanin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Bismillah, Allahu Akbar, që ky kurban është për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij, në ummetin e tij kishte njerëz të cilët janë gjallë dhe njerëz të cilët kanë vdekur, duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nga kjo kuptohet se kurbani është edhe për gjallët edhe për të vdekurit. Dhe më e mira është me niyet me i përfshit të gjithë. Më është me thonë du me bë këtë kurban veç për veti, pa përfshit kërkon hiç. Tjetër, por më e mira është me niyet me përfshije vetën, familjen që janë gjallë dhe antarët e familjes të cilët kanë vdekur, dhe në këtë rast një kurban dashë se dele është i mjaftueshëm për tërë familjen. Nëse edhe këtu bëhet një gabim, duke menuar se një kurban është veç për një antar të familjes, kjo nuk është e vërtetë. Një kurban është për krejt familjen. Një kurban dashë se dele është për krejt familjen, ata që janë gjallë dhe ata cilët janë vdekur. Një kurban lop ose deve është për 7 familje, jo për 7 persona kanjo. Ata mund me bëhe 7 kanjo. Një familje 7 vetë nëse, nuk ka problem, por gjithë përfshirja në lop është për 7 krye familjar dhe antarët e familjeve të tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që thoshte Bismillah, Allahu Akbar, ky kurban është për mua dhe për familjen time, kujdese që thika ose mjeti me të cilin prehet kurbanit të jetë spret mirë, mos më thonë që nuk e prejnë shpejt kurbanin për shkak se në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmenë se Allah subhanahu wa taala ka përcaktuar precizitet ose ka urdhëruar me precizitet në të gjitha çështjet, fe idha dhabihtum, edhe kur të thërni, fe ahsinu dhibh, pejgamberi ka thënë para thirrjen në formën më të mirë që është e mundshme. Cila formë është më e mira e mundshme? Forma më e mira e mundshme e thirrjes është mjeti me cilin thirret, më konë i spret mirë, edhe me e bo me thirrje, jo me goditje, dhe thirrja, dhe me thonë me i prej 2 damart, edhe me prej fytin. Që kaq është thirrja? Me i prej 2 damart kryesor, edhe me prej fytin, pastaj lihet derisa të qetësohet ose derisa të nalët. E thërte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mjetin e tij të spret që më konë thirrja më e mirë, dhe pastaj
merrte mish prej atij mishi dhe hante për vete dhe për familjen e vet në mënyrë që ushqimi i parë prej mbrëmjes ose prej llojit të agjerimit që e bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ishte mishi kurbanit. Pastaj shpërndarja është e lirë. Me mishin e kurbanit, besimtari ka të drejtë me bë çka dën vet. Nuk është e përcaktuar. Me mishin e kurbanit, secili prej neve ka drejtë me kurbanin e vet, me bë vet çka duaj. Nëse don me hangër krejt për veti, ka drejt me hangër krejt për veti. Nëse don me shpërnda krejt, ka drejt me shpërnda krejt, mos me hangër kurrë për veti. Nëse don disa me hangër, disa me shpërnda, gjithashtu ka drejt. Pastaj, aleikum selam, dietarët në atë që dietarët e kanë pa të arsyeshme, jo se ka hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo se është si dispozitë e tillë, se nuk është si dispozitë, por e kanë pëlqyer në pjesë e dietarëve që kurbanet të ndahet në 3 pjesë, njëna pjesë me dhon familjarëve, njëna pjesë tjetër me dhon të varfërve dhe njëna pjesë tjetër ne u përdor për familje. Nga kjo kuptohet gjithashtu se mish kurbanit bën me dhon edhe pasunikit më të madhit, nuk është kurrë problemi. Kurbani, mishi kurbanit nuk është sikur sa zakatul fitri, që duhet me dhon veç fukarave, nuk është kështu. Mishi kurbanit bën me dhon edhe njerëzve që janë më të pasurit të atij vendi. Është dhurat, po duhet me dhon mish kurbanit, është në rregull. Përcaktimi në 3 pjesë është vlerësimi dietarëve, por nuk është obligative, as nuk është dispozit. Dispozita është e lirë, me mishin e kurbanit, besimtari ka të drejtë me veprue si don. Nëse don, nëse ka nevojë, mundet me përdor krejt për veti. Mos me dhon kërkuj, nëse don, s'ka nevojë, mundet me dhon krejt, mos me përdor për veti kur gjëhiq, për shkak se në të dyja anë ka fjalë në popull të cilat nuk janë të sakta. Prej tyre, thonë nuk bën pa hangër pak për kurbanit, jo bën. Kur gjë s'ka asnjë ndalesë, në dash nuk kanë për kurbanit hiç asnjë truk. Djetra nuk bën me hangër, nuk bën pa shpërnda pak për kurbanit, jo bën. Me dash nuk shpërndon hiç. Dhe themi se çështja e kurbanit është çështje që vendos ose për mishin e kurbanit është që vendos vetë pronari që ka thirrë kurbanin dhe bën me ata që të dëshiron. Prej veprimeve tjera që i bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në Bajram është me shkuar në vendfalje ose në xhami që të kuptuar për shkak se ai falë vendfalje, shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një rrugë kurse kthehej nga një rrugë tjetër. Është sunet me shkuar një rrugë deri te xhamia ose deri te vendi falës, ka të kthehesh me shkuar në rrugë tjetër. Disa dietar kanë përmend disa arsye pse ka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkuar në një rrugë e marrë në një rrugë tjetër. Prej arsyeve që i kanë përmend, thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhur një rrugë tjetër e cila ka qenë më e gjatë për me marrë shpërblim, nga se në hadith të saktë pejgamberi sa ka thënë kushdo që niset për me shku më fal me një vend xhami ose në falje për rastet e bajrameve, një hap që ec e ka një shpërblim, një hap tjetër të cilin e qet e ka një heqje të gjunave për ta pejgamberi sa dëshironte që me bë hapa sa më shumë. Një arsye tjetër që kanë përmend dietarët e hadithit pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar rrugën, ka qenë me e pa njerëzit në rrugë të ndryshme nëse ka dikush për njerëzve që ka nevojë me ndihmuar diçka. Nëse ka ecë një rrugë, nuk ka pas asnjë nevojtar, ka u kthyer, ka shkuar me një rrugë tjetër, ndoshta e takon dikon që ka nevojë dhe me i ndihmuar për nevojat e veta që i ka pas. Pastaj pejgamberi sallallahu
a.s. kujdesej që në Bajram me pas sjellje të mira me njerëzit. Sjellje të mira me njerëzit, kemi përmendur është nëse ka dikush mosmarrveshje ose i them me shfrytzuar Bajramin për mu pajtu. Aja ke fal, a se ke fal, a jenë barazua, si në barazua, aja është çështje pasaj tjetër, po më rëndësi është edhe nëse kena probleme, na përsëri duhet me foljen me tjetrin. Nuk është zgjidhje nëse ki problem me një ndër familjes, mos me fol me ta. Nuk është zgjidhje nëse ki problem me një vëlla musliman, mos me fol me ta. Nuk është zgjidhja. Zgjidhja është me fol, pastaj problemin na e zgjidhni se ai metet nëse është defekt. Atë duhet me rregullu, po. Qysh do me rregullu problemin kur si të fol? Dhe nëse dikush për muslimanëve ka probleme të tilla, është mirë me hiq ato, të paktën mu pajtuar për me folë, për mu uruar për Bajram, pastaj nëse çështja është që lypet shtjellimi i asaj edhe kemi hapur mu kujdes që me morë sipas asaj që ka vendosur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij. Dhe çështja e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bajram vrehej gëzimin në pamjen e tij. Në Bajram vrehej gëzimin në pamjen e jashtme në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vrehej gëzimin në rrobat e tij, vrehej gëzimin në hecin e tij dhe vrehej gëzimin në pamjen e tij, për shkak se janë këto dy raste ose dita të shënuara në të cilat Allah subhanahu wa taala i fal robërit e vet besimtar, u ngrit shkallët e tyre në ahiret dhe u përgatit shpërblimet e tyre. Për te, mundoni me veprua sa më shumë ngjashëm me atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të besimtar, falënderimi të kanë Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E falenderojmë Allahu subhanahu wa taala që na ka mundsuar të jemi pjesëtar të fesë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përzgjedhur për besimtarët dhe është i kënaqur me të. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot e kam plotësuar për juve fen dhe i kam plotësuar mbi ju begatitë mia dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaja. Dhe Allah subhanahu wa taala është i kënaqur vetëm Islami të jetë fe e njerëzve. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Kushdo që kërkon fe tjetër
përveç fesë islame nuk i pranohet te Allahu subhanahu wa taala dhe në ahiret do të jetë prej të humburve. Pasi që e falenderojmë Allahu subhanahu wa taala, qojmë salavatën mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu subhanahu wa taala e dërgoi me na mësua rregullat e fesë, rregullat me të cilat e adhurojmë ne Allahun subhanahu wa taala. Rregulla me të cilat e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe adhurimet e tona bëhen shkak, bëhen sebeb që në ahiret të fitojmë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala dhe për udhëzimin në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në praktikën e fesë ashtu sikur që udhëzonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej praktikave që udhëzonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi ka qenë mësimi e njerëzve që të japin atë që i takon Allahu subhanahu wa taala dhe të japin atë që u takon njerëzve. Pra gjithsesi për neve kemi obligim për vetët e tona, për familjet e tona dhe për njerëzit, po ashtu kemi obligim edhe për Allahun ton subhanahu wa taala. Sa i përket obligimeve për Allahun subhanahu wa taala, është obligimi i ibadetit, nga se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë borxhi ose drejta ose haku i Allahu subhanahu wa taala tek njeriu është që njeriu mos më adhurojë kërkën tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Kurse haku i Allahut pastaj nda njerëzve që Allahu vetë ka bërë vetes së tij obligim është mos me i dënue në ditën e Kiametit ata të cilët e madhrojnë ose adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Prej madhrimit edhe adhurimit ndaj Allahu subhanahu wa taala është edhe veprimi ose festa ose festimi e asaj të cilën e ka bërë të veçuar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij. Andaj të gjithë besimtarët duhet që ta përcjellin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në bajramet e tyre, edhe në gëzimet e tyre. Normal se besimtarët nuk duhet me i harrue gjithashtu edhe besimtarët e tjerë të cilët ose nuk kanë gëzime ose kanë vështirësi me pas bajramet e tyre të zakonshme, nga se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë besimtarët ke gjesedin wahid, janë sigur një trup i vetëm, nëse ka probleme ose dhimbje ose smundje në një pjesë ankohet i gjithë trupi, gjithashtu edhe besimtarët derisa nuk vjen koha që të jetë e drejta ashtu sikur ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me qenë me probleme dhe me vështirësi, me dhimbje edhe me vujtje, atëherë gjithë secili prej besimtarëve duhet me dhënë kontributin e vet, me atë që ka mundësi, edhe me atë që mundet me folë, edhe me atë që mundet me drejtue prej zemrës së tij, që me kontribuar që çështja e besimtarëve të jetë në përputhje me atë që ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bëni ibadetet e juaja në këtë ditë, edhe ibadetet e tjera të cilat i keni bërë deri në këtë ditë, dhe lutni Allahu subhanahu wa taala më pranu. Bëni kurbanet e juaja që kanë mbetë dhe lutni Allahu subhanahu wa taala më pranu. Bëni faljet për ata të cilët ose me ata të cilët keni mosmarrveshje në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala më ju mëshiru. Bëni për atyre të cilët vetë jeni të partë të cilët e merrni veprimin. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka llogarit njeriu më të mirë, ajo është atë i cili i pari nis me selam në përshëndetjet e zakonshme. Kurse në përshëndetjet jo të zakonshme në këtë rast me të cilat ka vështirësi, shpërblimi është më i madh, nga se gjithë secili besimtar, i cili munduhet që të çojë në vend diçka që ka porositur Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim se ka më marrë shpërblimin e tij. Mundoheni që në këtë bajram me shtije gëzim në familjet e juve, edhe të fëmijët e juve, edhe të anëtarët e tjerë,
me bua gëzim që me dit edhe fëmijët me met në menjet e tyre, në kokat e tyre, se festat e besimtarëve janë këtu, gëzimet me të cilat na ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala janë këtu, veçoritë e besimtarëve janë këtu. Besimtarët e kanë për detyrë mos me përngjasu me ata të cilët e kanë besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë ka thonë men tashabbah biqaumin fa huwa min. Kushdo që i përngjason një populli, edhe ai është sikur ata. Nëse përngjason me ata në çështjet e kufrit dhe të shirkut, është mushrik dhe kafir sikur që janë ata. Nëse përngjason në çështjet e mëkateve, është mëkatar sikur që janë ata. Kurse nëse përngjason në çështjet e besimtarëve, dhe kjo është ajo të cilën ose ajo të cilën ne e dëshirojmë dhe synojmë, atëherë je sikur se ata. Në këtë rast nëse përngjasohesh me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është më mira nga se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al-mar'u ma'a man ahab, njeriu në ditën e kiametit do të jetë me ata të cilët i ka dashur. Kurse ata të cilët ne duhet me dash normal në këtë rast janë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Me u përgjasue me ata, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e vet, edhe në çështjet e bajrameve, edhe në çështjet e tjera, edhe në çështjet e ibadeteve, edhe në çështjet e jetës në përgjithësi, me u përpjek që të jetë në përputhje me atë që kanë bërë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, pasi që të bëni veprat e mira, mbyllni ato dhe mos i përmendni më. Pasi që të bëni veprat e mira, mbyllni ato dhe mos i përmendni më. Lënë çështën te Allahu subhanahu wa taala. Pritni shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Për ibadetet e juve, për kurbanat e juve, për namazet e juve, për mesjellet e juve, për hakun që ja jepni vetes dhe familjes drejtën në ibadet që adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala, pritni shpërblimin vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një përpjekje, kjo është një ditë, kjo është një kohë e veçantë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar për besimtarët në atë ditë, në atë kohë, në atë ditë, e pas gëzimet e tyre të veçanta dhe ibadetet e tyre të veçanta, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëj për atyre të cilët ecin sipas udhëzimeve të Allahut subhanahu wa taala në librin e tij dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Të ndershëm besimtar, urime dhe përhari koftë të gjithëve festa e Kurban Bayramit. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun.